Në seancën e 7 të Këshillit të Komunës së Gostivarit u prezantuan raportet financiare dhe projektet kryesore për periudhën e fundit, ku u theksua një realizim stabil i buxhetit, ulje e borxhit dhe investime konkrete në infrastrukturë dhe menaxhimin e mbeturinave. Përfaqësuesi i sektorit për financa dhe buxhet, Jeton Osmani, para këshilltarëve prezantoi raportin për tremujorin e parë të vitit 2026. Sipas tij, të hyrat e rrjedhës kanë arritur në 367 milion denar, ndërsa ato kapitale në 66.9 milion denar. Në anën tjetër, shpenzimet rrjedhëse kapin shifrën prej 365 milion denarësh, ndërsa ato kapitale 60.4 milion denar. Ai theksoi se realizimi i përgjithshëm i buxhetit është rreth 24%, duke reflektuar një dinamikë të qëndrueshme për këtë periudhë të vitit. Sa i përket borxhit, Osmani bëri të ditur se deri më 31 mars ai ka arritur në 756 milion denar, por me një ulje për rreth 20 milion denarësh krahasuar me fundin e vitit kaluar. Një pjesë e konsiderueshme e borxhit, rreth 127 milion denar, i takon detyrimeve ndaj qerdheve dhe shkollave. Të hirat kapitale, pra rokin shumën 66 milion e 900.000 denar, apo 16% e të hirave të parashikuara për vitin 2026. Shpenzimet rrjedhëse deri më 31 mars kapin shumën e 365 milion denar, apo 24%. Edhe shpenzimet kapitale 60 milion e 400.000 denar, 13% e planifikimit për vitin 2026, që në kumulativ rrokë një përqindje prej 24%, pra ndarë në 4 periudha, realizimi ecën sipas dinamikës paraparë. Kjo përtjen më i thjesht në raportin e të hirave dhe shpenzimeve për komunën e Gostivarit. Raporti KD apo paraqitja e obligimeve të komunës së Gostivarit, gjithsesi deri më datë 31 mars 2026, komuna e Gostivarit në bazë evidencës kontabile kap shumën prej 756 milion denar borxh, apo krahasuar me periudhën paraprake, pra kvartalin e 4 të vitit 2025, keni një zvoglim të borxhit të komunës për rreth 20 milion denar. Gjithashtu, komuna e Gostivarit ka obligim edhe ndaj qerdheve, shkollave fillore dhe të mesme, që kap shumën prej 127 milion denar. Formulari K3 apo kreditet, si që quajmë ne, si që u njoftuam edhe në periudhën paraprake, se komuna e Gostivarit për urën demokracia veç më e ka kri obligimin, tash jena në bisedime me bankën për dë një kamat vënes nëse ka pas vitet paraprake, edhe të na japin raport. Edhe me KFG Bank Komunaleci ka paguar vetëm një rat nga jo më para që s'ishin paguar, tash ka filluar me dinamikën që të kri pagesa. Borxhi ndaj KFG Bank me ndërmarrjen publike komunale vazhdon të mbetet, mirë po pozitive është ajo që tani më veç kina filluar të paguar. Ndërkohë, nga ndërmarrja publike komunale në Gostivar u prezantua raporti vjetor për vitin 2025, ku u bë e ditur se ndërmarrja ka realizuar të hyra prej afro 234.9 milion denarësh dhe shpenzime prej 212 milion denarësh, duke përmbyllur vitin me një fitim neto prej rreth 21.9 milion denarësh. Nga kjo ndërmarrje u theksuan edhe projektet në terren, përfshirë përfundimin e kanalizimit në Debrez Dujnë dhe vazhdimin e punimeve për ujësillësin në fshatin Forin. Gjithashtu, për shkak të ndërtimit të urës në kuadër të korridorit 8, është bërë dislokimi linjës së vjetër të ujësillësit, ku tubat e azbestit përzëvendësohen me tuba të ri hekuri. Gjatë këtij viti të hira të përgjithshme ndërmarrja ka pas rreth 234 milion e 949.650 denar, shpenzime gjithsej 212 milion e 990.170 denar, dhe ka punuar me neto fitim 21 denar e 959 21 milion denar e 959.480 denar.
Në seancë raportoi edhe drejtori i deponisë Rusino Sazan Horvati, i cili prezantoi rezultatet financiare dhe planet për modernizimin. Sipas tij, deponia ka realizuar të hyra prej rreth 39 milion denarësh dhe shpenzime prej 27.2 milion denarësh, duke siguruar një fitim neto prej 11.8 milion denarësh. Horvati theksoi se ndër debitorët më të mëdhenj mbeten ndërmarrjet publike të Gostivarit dhe Tetovës, ndërsa në komunës së Zhelinës është ndërmarrë procedurë përmbarimore për një borxh prej rreth 600.000 denarësh. Sa i përket modernizimit, ai bëri të ditur se tashmë është investuar në makineri të re në vlerë prej 1.3 milion eurosh, duke përfshirë kompaktor, kamion dhe pajisje të tjera, ndërsa në fazën e dytë parashihet mbyllja e deponisë aktuale dhe ndërtimi një sistemi modern për trajtimin e mbeturinave dhe shfrytëzimin e gazrave për energji. Gjithsesi shpenzime materiale kemi 13.269.000 denar, amortizim kemi 20.709 denar, shpenzime jo materiale 13.974.000 denar, gjithsej të ardhura kemi 39.047.000 denar, gjithsej të dalura kemi 27.244.000 denar, gjithsej të hyra kemi 39.047.000 denar, nga kjo e bie se kemi fitim për 11.803.000 denar. Seanca u karakterizua nga fokusi i theksuar në stabilitetin financiar, uljen graduale të borxhit dhe avancimin e projekteve infrastrukturore, duke sinjalizuar një qasje më të organizuar në menaxhimin e resurseve komunale.